Për të folur për përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision dhe çfarë ndodhi atje mbrëmjen e dielshme, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur, njëkohësisht një zë shumë i rëndësishëm në opinionet publike, zotin Zaqi Islami. Zoti Islami, falenderoj shumë për intervistën. Edhe unë falenderoj. Avokat, si e patë përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision, ku dolëm të 13-tët, e më e çuditshme ishte edhe votimi që Shqipëria bëri ndaj përfaqësuesve të tjera. Të përgjigjem siç jam unë, apo të përgjigjem siç e do media? Siç je ti dhe siç e do media. Jo, siç e do media nuk do flas, do përgjigjem siç dua unë. Zotëri, Eurovisioni dihet se çfarë është, kur që organizojnë dhe çfarë shtrese shoqërore janë ata që organizojnë Eurovisionin, kush bën pjesë atje. Megjithatë, rezultatet dihen që i manipulon qendra që ka organizuar dhe që drejton votimet. Nuk më pëlqen të mendoj që shqiptarët kanë votuar, kanë dhënë 10 pikë Izraelit. Dhe nuk më pëlqen që i kanë dhënë dhe 12, megjithëse italianët e meritojnë se janë atë i muzikës, po nuk më pëlqen që të japin aq shumë për italianët edhe veçanërisht për Izraelin, armikun kryesor tonin dhe të Kosovës, sepse Izraeli zotëri armatos Serbinë për të vrarë kosovarët. Këtë e din shqiptarët apo se din? Ata tru shkullurit, ata debilit që votojnë për Izraelin, e din këtë gjë, se do kesh një ndjenjë, një farë ndjenjë miqësie për të votuar për dikë. Pra që ky votim të marrë nga Shqipëria 10 pikë Izraeli. Izraeli zotëri po armatos Serbinë deri në dhëm me armatimin më modern që ka sot, që prodhon, se Izraeli është një shtet që ka një teknologji shumë të lartë sanake, dhe që prodhon armatime super moderne, dhe me këto furnizon Vučićin. Dhe shqiptarët vene votojnë Izraelin. Turp të kenë kushdo që ka votuar nëse ka votuar për Izraelin. Turp të kenë me të vërtet. Tu thahet dora. Tu thahet dora atyre që votojnë për Izraelin. Për Italinë të drejtën, Italia ka muzikë, nuk e ignoron dot, por më vjen keq që populli italian nuk na llogarit fare për të gjallë. Dhe kjo nuk më erdhi mirë. Megjithatë kjo varet edhe nga paraqitja që kemi bërë neve, nga çfarë kemi dërguar, nuk e di, mos kam dëgjuar as këngën që u transmetua atje. Sepse ka vdekur muzika shqiptare dhe folklori shqiptar që të futet në ato këngë, siç e bën grekët tek me Elena Paparizun. Pra kanë futur rapandupat e atyre zezakëve të Afrikës dhe e quajnë muzikë shqiptare. Jo zotëri, s'është muzikë shqiptare. Nga niveli muzikës, mirja kanë bërë që si kanë dhënë pikë. Por të mos i jepni pikë atyre izraelitëve. Kjo nuk më pëlqen fare. Fare nuk më pëlqen hiç. Avokat, besoni që ka pas në orientim, po themi që t'i jepet Izraelit 10 pikë, se ju e thanë që ndoshta s'është votuar fare për Izraelin. Sa mirë që më erdhi atje ku doja unë, të falemnderit shumë. Zotëri, izraelitët po marrin bregdetin e Shqipërisë. Kanë vajtur tani në Vlorë dhe po marrin Pishporo. E dini këtë gjë ju si media, apo se dini? E shikoni që po procesojnë qytetarët shqiptar atje? Dhe krye tradhtari ju në Edi Rama, krye bastardi këtij populli Edi Rama, u jep izraelitëve gjithçka që kërkojnë ata. Gjithçka që kërkojnë izraelitët, dhe ka arritur deri atje sa thot Shqipëria është adheu i hebrejve. O tempora o mores, ku po na çon ky njeri, ky armik i betuar i këtij kombi. Ku po na çon? Pra ato janë të tëra, ato vota janë dhënë me urdhër të Edi Rama dhe të këshilltarit izraelit që ka në kryeministri. Ata i kanë dhënë ato vota për Izraelin. Po kushdo që i ka dhënë turp të ketë dhe ju thaftë dora. Zoti Islami, ka pasur dhe një incident atje ku përfaqësuesja e Serbisë ka tentuar që të rrëmbej flamurin e Kosovës. Nuk më habit. Ore nuk më habit. Ore janë agresiv ata.
ata janë përbindës, ata janë kafsh, nuk janë njerëz. Ata janë agresiv, dihet se çfarë janë. Ashtu kanë qenë historikisht, që kur erdhën nga stepat e Siberis, e të Azis, nga djalli Sëmët, nga erdhën u vendosën aty, edhe ashtu edhe sot e kësaj dite, ata nuk ndryshojnë zotëri. Ata janë agresiv, ata janë armiq tanë të betruar. Ne i kemi armiq ata edhe grekët, dhe thot kush do që i kemi miq grekët. Nuk e di sa piki dha Greqia Shqipërisë. Apo nuk mërë pjesë. Ndërkohë, në incident është përfshirë edhe gazetari i stafi, le themi, ose gazetari që kanë qenë aty të pranishëm, dhe gazetari i Kosovës e ka larguar, po themi, në mënyrë demonstrative nga flamuri i Kosovës përfaqësuesen e Serbisë. Bravo. Si e shikoni këtë çastje të Serbisë ndaj Shqipërisë dhe Kosovës njëkohësisht, ku nuk duhet tjetë ajo që duhet thotë që lejohet apo s'lejohet një flamur, aq më tepër një flamur që i përket një shteti. Kush e pyet atë mor, ja ka bërë mirë Kosovaria, bravo i qoftë lumt dora, cila është ajo, ku do të vemi ti falemi asaj. Ti bëjmë përmendore asaj vajzë, cila do që të keqen ajo gazetare. Se po na dalin sërbët si kur janë trimat e dynjas, sërbët, se kanë agjet të tyre këtu sërbët. Kanë komplet parlamenti shqiptare kanë të tyre sërbët dhe grekët. Ne nuk po na qeverisi shqiptarë. Nga to që të vemi të vim, zotëri do shkoj gjuha atje ku dhe më dhëmbi. Dhe në marrëdhëniet dhe në qëndrimet e dy popujve, e të tre këtyre popujve shqiptarët me të dy kufitarët tanë, kanë qenë janë dhe do mbeten armiqësore të jetën. Pra që kohë se ata kanë synime territoriale ka shi vëndit tonë. Avokat, si e shikoni muzikën shqiptare në këtë kohë dhe a besoni që muzika... Të lutem, mos e zgjatë. Asnjë këngë shqiptare nuk ka ta ban shqiptar. Asnjë këngë shqiptare. Kënga shqiptare zotëri ka një traditë dhe ka muzikë të shkëlqyer dash të Veriut, dash Shqipërisë Mesme, dash të Jugut, që mund të kompozosh dhe të ndërtosh një muzikë që t'jetë dhe moderne, po t'jetë edhe të duket që është shqiptare. Të shikosh këngët turke të muzikës lehtë i dallon me njerë që janë turke. Të shikosh këngët greke automatikisht me njerë. Të shikosh këngët serbe absolutisht që po. Vetëm këngët shqiptare nuk kanë asnjë gjë kombëtare. Pse? Nuk e di. E din kompozitorët tanë që bëjnë këngë për të nxjerrë këngëtare atje që të dalin me shalë për jashta, edhe me gjoks për jashta, si që shohim për ditë. Dhe jo këngëtarë dhe këngëtare që t'jenë dinjitoz, që të paraqesin një muzikën dhe kulturën e një populli që jemi më i vjetri në Ballkan. Dhe neve na takon që ta kemi ne flamurin e përfaqësimit në Ballkan në të gjitha aspektet, po ne jemi të trajtuar si që thash, ne jemi të shitur, edhe na kanë lënë kokullur, na e ul kokën qeveria jonë, pikë, të gjitha qeverit, pa përjashtim. Zotë Islami, çfarë i mungon muzikës në Shqipëri? I mungon teksti, i mungon kënga, këngëtarët? I mungon tabani kombëtar, i mungojnë aftësitë e kompozitorëve, i mungon burrëria e kompozitorëve të cilët duan të shesin dhe të fitojnë para dhe jo të përfaqësojnë denjësisht kombin dhe kulturën tonë. Kjo i mungon, zotëri. E kanë kthyer në treg, në para, e kanë kthyer në dollar, në euro, shesin gjithçka vetëm që të pasurojnë dhe e harrojnë atë sensin dhe nocionin kombëtar shqiptar që të kuptohet që kjo muzikë që po luhet tani për shembull në radio apo në televizion, të kuptohet që është shqiptare, ta ndjej ai huaj. Nuk e ndjen dot, jo. Do mendoj që është o finlandeze, o suedeze, o diun se të Amerikës Latinës bëhet fjalë fare që e ruajnë tabanin kombëtar që të gjithë pa përjashtim. Shikojini. Kështu që ne jemi më vjen keq se unë e dua muzikën, kam konkuruar që fëmijë për muzikën, i bie fisarmonikës, i bie dhe fyllit lap në dash që ta dish, dhe e njoh mirë tabanin kombëtar të muzikës tonë. S'kemi, zotëri, në muzikën e lehtë nuk kemi. Edhe në kohën e diktaturës
së egër komuniste, që ajo diktaturë vazhdon dhe sot, edhe atëhere muzika e lehtë, po që se do kishte ta ban kombëtar goditej. Zoti Islami, lidhur me çfarë po ndodh dhe duke marrë pjesë vit për vit në Eurovision, por duket se votimi nuk bazohet në cilësinë e këngës. A duhet që ne që ne të mos marrim më pjesë në këtë po themi eveniment? Praktikisht ne nuk, ne si shqiptar, si kom shqiptar, nuk kemi vend në atë një fjalë të përshtatshme. Në atë katra huvrë, po i quaj kështu për ta përkëdhelur, se do t'i thoshja ndryshe, të muzikës evropiane që dikur ka nisur me të vërtet me cilësi shumë të mira para 40 vjetësh. Pastaj u kthye në një eveniment bar evropian që nuk përfaqëson asnjë gjë, që nuk ndjen asnjë gjë, nuk të tërheq asnjë gjë. Ne kemi këngë shqiptare të shkëlqyera që nuk janë prezantuar në Eurovision. Mbaj mend dhe vlerësoj shumë këngën e Aurela Gacës me tekst të Jorgo Papingjit, të ndjerit Jorgo Papingji, qoftë në parajs. Si jam tribu, ajo këngë zotëri është sa shqiptare, aq dhe hymn, aq dhe kombëtare, i ka të tëra brenda. Plus që ka dhe një interpretim të jashtëzakonshëm të madhes Aurela Gace. Pra ajo që këngë që duhet çuar në Eurovision, ose një ngjashme, një tillë. Po jo këta çojnë ca surrogato atje, se një komisioni surrogato ja çojnë që ta dini. Komisioni i Eurovisionit është komision surrogato, komision hebre, komision i Illuminatit që godet çdo gjë që është shqiptare. E godasin Shqipërinë në të katër anët, se kanë aleatin e tyre më të madh në Shqipëri, kryeministri. Prandaj e godasin kulturën dhe edukatën dhe cilësinë shqiptare. Zotëri kemi qenë populli më fantastik në botë, jo në Evropë e në Ballkan. Dhe na ka ta ndisën morrat e kuq, hjenat gjakpirte dhe këta vampirët e kuq na ka ta ndisën që tallen stëmbët me neve tash edhe guxon ajo shkina të vetë prek flamurin shqiptar atje. O tempora morës ku jemi ka ta ndisur. Ja nga këta qeveritarë, nga këta spion. Na dalën plot spion të Serbisë tani, më del një baton argjiu aty që s'ka asnjë lidhje me Shqipërinë, del edhe jep ai mendimin në shtypi shqiptar. Morën atë që e shkarkoi Parlamenti i Kosovës, e shkarkoi nga shërbimi informativ kombëtar, e mori edhe muri si spionit të Serbisë, e mori e muri direkt e dirama këtu. Se ti më ngasmon vetë, që kjo si që mbasi s'kishim të temë sot, po jeti që më ngasmon edhe mi hap këto plagë mua. Pra këtu kemi arritur, këta jemi. Dhe nuk na e kanë fajin ata neve, ja na e ka fajin, e kemi të keqen brenda. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Ju faleminderit dhe unë juve që më lat pa pushim sot në drek.